Pse vallë një fjalim I vitit 2005 nga Steve Jobs, vazhdon të na prek kaq thellë edhe sot e kësaj dite. Përgjigja është fare e thjeshtë. Ai nuk foli për teknologjinë, foli për jetën, dhe pikërisht këtu do të ndalemi sot. Do t'i zbërthejmë ato 3 histori të famshme, histori në dukje të thjeshta, por me një fuqi të jashtëzakonshme. Janë 3 mësime që po t'i dëgjosh me vëmendje, mund të ndryshojnë krejtësisht këndvështrimin ton për jetën. Dhe ja si e nis, pas një lloj buje, pa pretendime, fare thjesht, një premtim për 3 histori, dhe pikërisht këtu qëndron gjithë fuqia e fjalimit të tij, te kjo thjeshtësi. Atëherë, le të fillojmë. Cila është historia e parë? E po, ka të bëjë me diçka që të gjithë e përjetojmë, ka të bëjë me të besuarit tek kaosi I jetës. Pra, historia e parë, lidhja e pikave, ka të bëjë me besimin tek e ardhmja. Mendoni pak, të gjithë kemi pasur momente, përvoja, që në atë kohë na dukeshin krejtësisht të rastësishme. Ndoshta edhe të kota, apo jo? E po, ideja e Jobsit është që pikërisht këto pika në dukjet pa kuptimta janë ato që kur kthen kokën pas, formojnë mozaikun e jetës sonë. Bëhet fjalë për besimin tek një plan që ende nuk e shohim dot. Dhe gjithçka fillon me një akt thuajse rebelimi. Imagjinoni pak skenën. Prindrit e tij kishin bërë sakrifica të paimagjinueshme për ta çuar në një kolegj të shtrenjtë, dhe ai, pas vetëm 6 muajsh, thjesht e lë. Pa plan, pa asgjë, ishte një vendim absolutisht I frikshëm, I nxitur nga një ndjenje e thellë se nuk po merrte asgjë me vlerë aty. Ishte fjalë për fjalë një hap në boshllok. Mirë po, tani që nuk ishte më I detyruar të ndiqte lëndët zyrtare, ato që I dukeshin të mërzitshme, ai ishte I lirë të ndiqte thjesht kureshtjen. Dhe kureshtja e çoi në një vend vërtet të çuditshëm, një kurs kaligrafie. Tani, le të jemi të qartë, nuk ishte absolutisht asnjë arsye praktike për këtë. S'kishte si t'i gjente punë, s'kishte si t'i sillte para, ishte thjesht ndjekja e diçka e të bukur, diçka që e tërhoqi në nivelin artistik, kaq. Dhe pikërisht këtu ndodh magjia. Kalojnë 10 vjet. Jobs po projekton kompjuterin e parë Macintosh, dhe papritur, gjithçka që mësoi në atë kursin në dukje të kotë të kaligrafisë I rikthehet, I bie ndërmend. Ai kupton diçka revolucionare për kohën. Një kompjuter nuk duhet jetë thjesht një makinë, por duhet të jetë edhe I bukur. Dhe kështu, Maci bëhet kompjuteri I parë personal me tipografi të larmishme, me shkronja elegante. Ajo pika e rastësishme, ajo kurirshtja pa plan, u bë një nga elementët kyç që e bëri botën të dashurohej me Apple. Pra, cili është mesazhi kryesor këtu? Është e pamundur ta planifikosh jetën siç planifikon një udhëtim me GPS. Nuk funksionon ashtu. E vetmja gjë që mund të bësh është të mbledhësh përvoja, të ndjekësh ato gjëra që të tërheqin vërtet, dhe të kesh besim se një ditë kur të kthesh kokën pas, të gjitha ato pika do të bashkohen dhe do të kenë kuptim. Është një thirrje për t'i besuar procesit, edhe kur fundi rrugës është krejtësisht I mjegullt. Por çfarë ndodh kur ai mozaiku që ke krijuar me aq çmund shembet krejt papritur? E po, historia e dytë e Jobs, dashuria dhe humbja, flet pikërisht për këtë. Na mëson se ndonjëherë humbja e gjithçkaje është në fakt mundësia më e mirë për të rinisur gjithçka nga e para. Le ta përfytyrojmë pak. Nisur nga një garazh I thjeshtë, në vetëm 10 vjet, Jobs dhe Wozniak kishin ndërtuar një perandori. Apple, një kompani me vlerë $2 miliardë. Ai ishte djaloshi I artë I Silicon Valley, mishërimi I suksesit amerikan. Ishte në majën e botës që vetë e kishte krijuar. Dhe pastaj, ndodh e paimagjinueshme. Në kulmin e suksesit, në moshën 30 vjeçare, ai pushohet nga puna. Jo nga ndonjë kompani, jo. Ai pushohet nga Apple, nga kompania që ishte fëmia I tij. Ishte një poshtrim publik, një dështim absolutisht shkatërrimtar. Por në vend që të dorëzohej, ai bëri të vetmen gjë që dinte të bënte, të krijonte. Themeloi 2 kompani të reja, Next dhe Pixar. Njëra do të revolucionarizonte filmat e animuar, tjetra do të bëhej kaq e suksesshme saqë në një nga kthesat më ironike në historinë e biznesit, vetë Apple u detyrua ta blinte. Dhe me atë plerje, Jobs u kthye në mënyrë triumfale në fronin e tij. Atëherë, si ja doli? Çfarë mbajti në këmbë pas një goditjeje kaq të rëndë? Përgjigjja e tij është kaq e thjeshtë saqë duket banale. Ai e donte punën e tij. Pasioni ishte I vetmi karburant që I kishte mbetur. Dhe mësimi këtu është thelbësor. Gjeje atë që do,
sepse kur gjërat bëhen të vështira dhe herët avon do të bëhen, vetëm dashuria për atë që bën do të mbajë gjallë. Dhe kjo na sjell tek historia e tretë dhe e fundit, më personalja, më e thella dhe ndoshta më e fuqishmja. Ka të bëjë me një temë që të gjithë ne përpiqemi ta injorojmë, vdekjen. Sipas Jobs, të pranosh që je i vdekshëm nuk është diçka morbide, përkundrazi, është mjeti më i fuqishëm për të jetuar një jetë të vërtetë. Për plot 33 vjet, çdo mëngjes ai shihej në pasqyrë dhe i bënte vetes këtë pyetje. Ishte si një filtr për jetën. Dhe kur përgjigja ishte jo për shumë ditë rresht, ai e dinte se diçka duhej të ndryshonte. Një metodë kaq e thjeshtë por kaq e thellë për t'u siguruar që po jeton sipas rregullave të tua dhe jo të tjerëve. Por më pas, kjo pyetje filozofike u bë një realitet i hidhur. Ai u diagnostikua me kancer në pankreas. Prognoza ishte shokuese: 3 deri në 6 muaj jetë. Fjalët e mjekut ishin të ftohta, thuajse burokratike. Shkon në shtëpi dhe rregullo punët. Një mënyrë mjekësore për të thënë, bëu gati të vdesësh. Por më vonë atë ditë ndodhi një mrekulli. Biopsia tregoi se kanceri i tij ishte një formë jashtëzakonisht e rrallë, e cila, fatmirësisht, mund të operohej. Ai hyri në operacion dhe ja doli. Por ajo provoi, fakti që për disa orë ishte përballur me vdekjen i dha një qartësi mendore që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Dhe kjo është dhurata e madhe që të jep kujtesa e vdekjes. Papritur gjithçka që nuk ka rëndësi, pritshmëritë të tjerëve, frika nga dështimi, egoja, krenaria, thjesht avullon. Zhduket. Mbetet vetëm ajo që është vërtet thelbësore. Të jep lejen përfundimtare për të ndjekur zemrën, pas një justifikim. Pra, si lidhen këto tre histori? Besimi te pikat që si shohim dot, pasioni që na mban në këmbë kur rrëzohemi dhe qartësia që vjen kur përballemi me fundin. Të gjitha këto bashkohen në një mesazh të vetëm, një mesazh teje të fuqishëm, një thirrje për të jetuar me qëllim dhe me guxim. Këshilla e tij e fundit është si një manifest. Mos u burgosni nga dogma, thot ai, që në thelb do të thotë, mos e jetoj jetën sipas mendimeve të tjerëve. Zhurma e opinioneve të tyre nuk duhet të lejohet kurrë të mbytë zërin e brendshëm. Mbi të gjitha duhet pasur besim tek e vetmja busull që nuk gabon kurrë, zemra dhe intuita. Dhe kjo, ndoshta, është e vërteta më e madhe e gjithë fjalimit. Thellë, zemra dhe intuita tashmë e dinë se kush duam të bëhemi. E vetmja sfidë është të kemi guximin t'i dëgjojmë. Çdo gjë tjetër, absolutisht çdo gjë tjetër, është thjesht zhurmë dytësore. Ai e mbyll me 4 fjalë që janë bërë moto për breza të tërë. Stay hungry, stay foolish. Qëndroj u rritur, qëndroj u marr. Një thirrje për të mos u kënaqur kurrë me atë që dim, për të qenë gjithmonë kureshtar dhe për të qenë mjaftueshëm të marr sa për të besuar se mund ta ndryshojmë botën. Dhe ndoshta, kjo është pyetja që na mbetet të gjithëve. A jemi mjaftueshëm të u rritur dhe mjaftueshëm të marr?